Finalja vazhdon, këtë herë në shtëpinë tonë, pas 2 fitoreve të merituara. Flamurtari në basketbol për femra është vetëm një hap larg titullit kampion. Të martën orën 18 në Pallatin e Sportit Flamurtari luhet finalja e tretë, ku vajzat Vlonjate presin ekipin e Partizanit. Ftesa është për tifozët të mbushin sallën dhe t'i japin forcë skuadrës së tyre. Një ditë përpara kësaj ndeshje të jetë rëndësishme, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, shefja e klubit shumë sportësh Flamurtari Elona Hasanaj thekson se Flamurtari në ndeshje të vështira ka ditur t'ia dalë mban, ndërsa tha se kjo ndeshje duhet vlerësuar në maksimum. Një thirrje ka për tifozët që të vinë të martën orën 18 në Pallatin e Sportit Flamurtari për të mbushur sallën dhe për të marrë një tjetër titull kampion. Po flasim për Flamurtarin basketbol që e ka treguar vit pas viti që në ndeshje të vështira di të gjej forca, di të sjelli mundësitë e tij në parket në mënyrën më të mirë. Por mund prapë them që është një ndeshje që duhet vlerësuar. Dhe patjetër që jeni e kënaqur me prezencën e tifozëve që kanë qenë në këto në ndeshjen e parë. Te ndeshja e parë kishte sportdashës, por duhet të ketë më shumë. Dhe kjo është një thirrje për para shumë vitesh, kur unë kam luajtur dhe vetë, kur në parket ishin Valbona Brinja, Kela Aliko, Launela Dauti, Mariana Leli, Migena Plasa, Pallati i Sportit ishte i tej mbushur dhe ky ka qenë dhe një objektiv tjetër i imi që unë t'i rikthej këta tifoza në Pallat të Sportit. Por duhet edhe një shtys nga mediat, nga pse jo nga gjimnazistët, nga të gjithë që të jenë përsëri në Pallat të Sportit. Objektivi, sipas Hasanajt, është titulli kampion. Me Partizanin do t'jetë një ndeshje e vështirë të martën orën 18, por skuadra Vlonjate është me këmbë në tokë për të treguar karakter dhe grind. Edhe një herë, Hasanaj u ka bërë thirrje tifozëve të jenë sa më të shumtë në Pallatin e Sportit për të mbështetur Flamurtarin. Ditën e hënë kemi ndeshjen e tretë që luhet në orën 18. Kjo ndeshje, nëse e fitojmë në Vlorë, përsëri edhe këtë vit vjen kupa e titullit kampion. Unë e kam thënë dhe më përpara që objektivi vetëm i ekipit të Flamurtarit, i këtij ekipi që vit për vit luan për këtë gjë, është titulli kampion. Duhet jemi me këmbë në tokë. Është një ndeshje e vështirë. Është një ndeshje që duhet vlerësuar çdo minutë, çdo sekond. Është një ndeshje që do grind, do kolektivitet, do karakter, por nuk e bëjmë dot vetëm. Nuk e bëjmë dot vetëm pa ata që janë lojtari 6 në fushë. E kam thënë dhe them vazhdimisht, pa tifozat, pa sportdashësit, pa qytetarët vlonjat, asgjë nuk ka vlerën e dur dhe asnjë kup nuk mund të ketë atë emocion që ka nëse Pallati i Sportit është i mbushur. U bëj thirrje edhe një herë, në orën 18 të jemi të gjithë bashk për të sjell kupën e titullit kampion në Vlorë. E them edhe një herë që është një ndeshje e vështirë. Përveç seriozitetit, mobilizimit, duhen edhe ata. Pa ata nuk ka titull kampion në Vlorë. Të martën orën 18 në Pallatin e Sportit Flamurtari luhet finalja e tretë në basketbol për femra mes Flamurtarit dhe Tiranës. Nëse Flamurtari e fiton këtë ndeshje, kurorëzohet kampion duke festuar bashkë me tifozët në Vlorë.